Mi kthehemi studiot, flasim tani për zhvillimet në Kosovë. Unë kam në lidhje drejt për drejt analistin Lulzim Veliu. Lulzim, shumë faleminderit që jemi në kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë, unë po nis bisedën se i takon zhvillimeve politike, duket sikur ka një ngërç në termat e formimit të qeverisë së ardhshme, por Albin Kurti ka dhënë një intervistë ku është shprehur se pret që votimi i qeverisë të bëhet në të njëjtën ditë edhe me, po themi, betimin e deputetëve. Je optimist se mund të arrihet një marrëveshje qeverisëse? Po ajo thënia e tij e djeshme ishte shumë bindëse dhe me sa duket ka arritur të sigurojë ndonjë vot nga opozita apo nga minoritetet, ndoshta edhe minoritetet serbe, pasi që në llogarinë e tij gjithmonë janë minoritetet jo serbe, që janë 10 mandate, pastaj është një mandat i serbëve që nuk është në listën serbe, por është Nenad Rashiqi, një politikan tjetër sërb që ka njohur realitetin e Kosovës, që njeh pavarësinë e Kosovës, ai patjetër që do të jetë pjesë e këtij koalicioni. Është folur shumë, është spekuluar shumë dhe sipas disa të dhënave diskutohet dhe flitet shumë se nisma social-demokratike e Fatmir Limaj, e cila u fut në parlament së bashku në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ka 3 mandate dhe sipas të gjitha gjasave dhe të gjitha asaj që po flitet momentalisht, janë këto 3 mandate që do t'ja mundsojnë Albin Kurtit të krijimin e qeverisë. Sipas disa njoftimeve do të kemi të bëjmë me qeveritë e minorancës, pasi flitet që zoti Limaj dhe nisma social-demokratike do të japin votat për të krijuar qeverinë, por nuk do të jenë pjesë e qeverisë. Por megjithatë jam i rezervuar në këtë pikë dhe mund të them se gjitha kjo që ne po diskutojmë tani është në fushën e spekulimeve dhe të asaj se çfarë flitet në Kosovë. Për një koalicion me partitë e tjera nuk bëhet fjalë, pasi që nuk kemi pasur rast të shohim as të dëgjojmë ndonjë takim të zotit Kurti, qoftë me Partinë Demokratike, qoftë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, përderisa partitë opozitare kanë pasur disa takime dhe është diskutuar mundësia e krijimit të qeverisë nga opozita, mirë po një gjë e tillë do të ju jepet mundësia vetëm pasi të kalojë mandatit nga Albini, dhe nëse Albini nuk do të arrijë apo lëvizja vetëvendosin nuk do të arrijë të krijojë qeverinë, atëherë do jepet mundësia edhe partive opozitare për të krijuar një koalicion, që koalicioni në mes të partive opozitare, pra PDK, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e kaloi numrin 60, do të jetë një qeveri me 62-3 deputet. Mirë po, sa do të jetë e mirë kjo për vendin dhe për situatën në të cilën ndoshta do të ishte pyetja që duhet shtruar në këto momente. Qoftë njëra apo pala tjetër, nëse e krijojnë qeveri. Ndërkohë, Lulzim, edhe në rast se krijohet, beson se qeveria do të jetë shumë e brisht kur në horizont është dhe zgjedhja e presidentit të ardhshëm? Po patjetër që do të jetë një qeveri e brisht, qoftë njërës apo palës tjetër që do të arrijë të kalojë numrin 60, pasi siç e thoni edhe ju, pas një viti në Kosovë kemi zgjedhjen e presidentit dhe presidenti kërkon 80 deputet, pra për të zgjedhur presidenti kërkon 80 deputet. Edhe në vetë rundin e tretë, pra kërkohet shumica pej 50% plus 1, mirë po pjesëmarrës në votim duhet të jenë 80 deputet, pra 2/3 e kuvendit. Dhe unë jam mëse i sigurt se asnjë rast pala tjetër nuk do t'i krijojnë quorum qeverisë për të zgjedhur një president pas gjithë kësaj çfarë tani po ndodh. Mirë po rruga më e mirë, më e drejtë, e përshtatshme për Kosovën në situatën në të cilën gjendemi, në po flasim në situatën gjeostrategjike çfarë është, do të ishte krijimi i një koalicioni të madh, qoftë me Partinë Demokratike, qoftë ndoshta edhe koalicioni gjithëpërfshirës, pasi Kosova para vetes ka problematika të mëdha që duhet zgjedhur, jo vetëm çështja e presidentit që është njëra nga pikat e para që do të na atakoj, mirë po bëhet fjalë edhe për arritjen e një marrëveshje me Serbinë, pra kemi stërgjatje të gjithë këtij procesi negociues dhe mendoj se ka ardhur momenti që gjatë kësaj administrate, po flitet bëhet fjalë për administratën amerikane, duhet patjetër të mbyllet ky proces i negocimit dhe asnjëra nga forcat politike, qoftë lëvizja vetëvendosje, qoftë partitë opozitare,
si të vetme nuk e kanë fuqinë për të arritur deri te fundi i kësaj marrëveshje. Pra do të jenë të detyruar që të krijohet një front i përbashkët, apo më mirë po themi do të ishte një qeveri me bazë të gjerë, pra me gjithë përfshirëse, e cila do të kalon tek të gjitha këto situata dhe do të hapte mundësi për Kosovën drejt integrime, por edhe drejt zhvillimit ekonomik, dhe do të hiqej një herë e përgjithmonë edhe nga fushata çështja e dialogut, çështja e Serbisë, por do të kishim fushata siç bëhen ato tani në Shqipëri, pra që flitet vetëm për çështje ekonomike, çështje zhvillimore, çështjen e pagave, pensioneve, e shumë problematika të tjera që e i ka Kosova, duke filluar pastaj me arsimin, me shëndetësinë, që janë në një situatë shumë të keqe. Ndërkohë, Lulzim Sejtakon, aktualitetit në Kosovë ka patur edhe lajmërime për protesta mbi energjinë elektrike, ndërkohë pam gjithashtu dhe një zyrtar të goditej në formë demonstrative, po qoftë konkrete me një torcë në shenjë kundërshtimit. Çfarë po ndodh në këtë drejtim? Mund të jetë një protestë e madhe? Po, pritet që do të ketë një protestë, për sa do të jetë e madhe, mbetet të shohim në ditët në vijim për rreth organizatorëve si do të shkojë gjithë ky proces. Mirë po, këtu shihet pra frustrimi i qytetarëve për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike, pasi që qeveria aktuale kur erdhi në pushtet premtoi se jo që do të ketë ngritje të çmimit, por do të ketë zbritje të çmimit të energjisë elektrike, pasi që Kosova prodhon ende energji me thënxhill dhe është si forma më e lirë e prodhimit të energjisë elektrike, dhe si të tillë qytetarët e kërkojnë që edhe çmimet të jenë edhe për ta të lira, pasi të gjithë e dimë se ndotja e ambientit e përjetojnë ata qytetarë, e vuajnë ata qytetarë, ndërsa kur vjen momenti i shpenzimit të energjisë, blehet energjia nga vendet e ndryshme, e shumë herë me çmime të trefishuara, dhe i fundit që e pagun pra është vetë qytetari i Republikës së Kosovës. Duhet pranuar se energjia ndoshta në krahazim me Evropën, në vendet e tjera, është çik më lirë në Kosovë, por në kushtet në të cilat jetohet në Kosovë, me pagat çfarë tani janë në Kosovë, janë çmime shumë të mëdha, dhe kjo është arsyeja që qytetarët janë ngritur, dhe me siguri që do të kemi një protestë të madhe ditët në vazhdim. Ndërkohë, Lulzim, kryeministri Kurti u përfshi edhe në një lloj skandali diplomatik ditë më parë, ku në një farë forme etiketoi me një term ndoshta edhe në kuadrin e fyrjes, por të mos e interpretojmë Richard Grenellin, një diplomat që mund të jetë aktiv në zona të ndryshme në bazë të rolit që i ka dhënë Donald Trump, presidenti amerikan, dhe ka qenë gjithashtu aktiv edhe për çështjen e Kosovë-Serbi. Në të drejtim, mund të ketë pasoja ajo deklaratë? Po, unë mendoj se zoti Grenell do të jetë shumë aktiv edhe në çështjen e Kosovës, edhe pse disa spekulojnë dhe thonë se Grenelli nuk do merret me çështjet e Ballkanit dhe Kosovës, por jam më se i sigurt, dhe synim i zotit Grenell është që sërish në tavolinën e bisedimeve të sjellë një marrëveshje që është diskutuar kohë më parë, sa në krye të shtetit Kosovës ishte presidenti Hashim Thaçi, pra bëhet fjalë për marrëveshjen për shkëmbim të territorësh në mes të Kosovës dhe Serbisë, pasi që Grenelli në karrierën e tij diplomatike i nevojitet edhe diçka për të prezantuar dhe për të pasur si arritje e tij gjatë karrierës politike, karrierës diplomatike në këtë rast, po themi, ndërsa sa i përket pjesës asaj çfarë ndodhi me dy komedianët rusë që zoti Kurti apo kryeministri Kurti ishte viktime asaj interviste, unë mendoj se ka mund të bjerë, kanë rënë edhe shumë të tjerë. Kemi raste kur viktime e këtyre komedianëve ka qenë edhe presidenti francez, kryeministri anglez. Kjo nuk është diçka e tmerrshme. Mirë po, unë mendoj se ajo çfarë ai deklaroi në këtë intervistë ishte skandaloze, pasi që unë mendoj se
politikanët kosovarë problemet e tyre mes pozitës dhe opozitës duhet të mbajnë brenda parlamentit të Kosovës dhe në asnjë mënyrë nuk duhet që gjëra të tilla të dalin dhe të ankohen tek ndërkombëtarët. Pastaj deklaratat e tij kundër Grenelit, kundër politikat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, mendoj që janë të dëmshme dhe mund ta sjellin pasoja. Kjo mendoj që ishte një skandal që zoti Kurti e ka bërë në intervistën me presidentin lituanez. Ndërkohë, Lulzim, ka patur dhe një lajm që Trump ka nominuar Mark Brnovich si ambasadorin e ardhshëm të Shtetet Bashkuara në Serbi. Duhet themi që prindrit e tij janë serb, babai i lindur në Malin e Zi dhe mamaja në Split të Kroacisë, janë po them shbrezi i dytë i emigrantëve që emigruan në Shtetet Bashkuara, siç thonë ata, për t'i shpëtuar komunizmit dhe socializmit të ish Jugosllavisë. Çfarë bën përshtypje nga ky nominim? Pra është një serbo-amerikan që do të shkojë në Beograd, është përfolur dhe që një shqiptar-amerikan mund të vijë në Kosovë. Në këtë drejtim, çfarë mund të presim? Po, unë mendoj se në një botë normale, në një vend normal, ai që do të jetë i emëruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të qoftë në Serbi apo Kosovë apo në ndonjë vend të tjetër, ai duhet përfaqësoj interesat e vendit që e ka dërguar atë. Është fakt se nëse po e shohim vetëm nga emri Brnovich, shihet mirëfilli se ka me një përjardhje serbe, dhe do të thotë një gjenerata të reja të cilat janë shkolluar dhe tani më janë edhe pjesë e administratës. Në kushte normale do të ishte diçka e mirë pritur. Do të ishte diçka krejt normale, po flasim nëse bëhet fjalë për vendet normale. Mirë, por në këtë rastin tonë, kur ne i kemi problematikat e tilla dhe shohim shumë qartë se në periudhën e fundit Serbia sikur duket që ka rregulluar marrëdhëniet shumë mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj ne të gjithë e dimë se është i vetmi president i vendeve të Bashkimit Evropian, jo vetë Bashkimit Evropian, po nga Evropa që e mirëpriti dhe e përgëzoi Trumpin, pra se të gjitha vendet e Evropës në blok thuajse nuk e mirëpritën zgjedhjen e Trumpit president, dhe me sa duket po merr edhe favoret e tij kundrejt asaj mbështetje kundër të Trumpit në fushatën e kaluar. Ndërkohë, Lulzim, një marrëveshje përfundimtare duket larg mes Kosovës dhe Serbisë dhe në termat e afirmimit total të pavarësisë në Kosovë erdhi dhe njohja nga Shteti Afrikan i Kenjas, një njohje që mungonte, po themi, nga një shtet i çfarëdoshëm prej vitesh. Po, në qoftë se shohim në gjithë atë procesin që është zhvilluar deri më tani, mund të themi lirisht se do të dukej një zgjedhje përfundimtare, do të dukej i largët, pasi kemi pasur neglizhim të situatës dhe të dialogut nga të dyja palët në këtë rast, si nga presidenti Vučić ashtu edhe nga kryeministri Kurti. Mirë, po unë jam mëse i bindur në qoftë se shpejt do të kemi një qeveri në Kosovë, pra do të kemi një kryeministër, dhe rrjedhimisht pas largimit të Lajçakut kemi edhe të zgjedhurin e ri që do të udhëheq me dialogun. Pastaj zgjedhja apo administrata Trump nuk do të lejojë një vazhditje të gjithë këtij procesi, dhe në momentin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të inkuadrohen në këtë proces, do të tentojnë që i gjithë procesi të mbyllet për një periudhë shumë të shkurtër. Pra, unë uroj që marrëveshja e arritur për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, që ajo marrëveshje të vëhet në veprim dhe të zbatohet në tëndësi siç është e pranuar nga të dyja palët, pasi që është fakt se në këtë marrëveshje nuk kemi njohje direkte nga Serbia, mirë po është një çështje tjetër se me arritjen e kësaj marrëveshje apo me realizimin e kësaj marrëveshje, Kosova do të merr pas njohje nga vendet
e Bashkimit Evropian dhe nuk do të pengohet nga Serbia për integrimin në strukturat e tjera apo organizatat ndërkombëtare në të cilat Kosova ende nuk është pjesë e tyre. Kjo do të ishte një hap shumë i rëndësishëm dhe shumë i madh drejt realizimit të një marrëveshje përfundimtare. E qartë. Lulzim, shumë faleminderit që ishe me në kënaqësi të bisedonim. Faleminderit nga si është ime. Mirë, shkojmë në reklama. Kthehemi pas pak.